I nderuar kryetari i Kuvendit, të nderuar deputet. Unë kam një detyrë historike për t'ju përcjell përshëndetjet nga maqedonasit, të cilat janë qytetar lojalë të Republikës së Shqipërisë, sepse ajo është edhe vendlindja jonë. Në Shqipëri kemi lindur, në Shqipëri jetojmë, në Shqipëri punojmë, si qytetar shqiptar dhe së bashku do të kujdesemi dhe do të mbrojmë Republikën e Shqipërisë si jetë dheu tonë të përbashkët dhe do të punojmë për integrimin e tij në Bashkimin Evropian, duke u mbështetur në partneritetin strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne kemi një vend të bukur, të cili duhet t'i gëzohemi. Zoti dhe natyra në ka dhënë gjithçka. Unë jam sekretari i përgjithshëm i të vetmes parti maqedonase në Shqipëri, Aleanca e Maqedonasve për Integrim Evropian, e cila, ashtu si partitë e tjera politike, kujdeset mes të tjerash edhe për të përforcuar statusin dhe të drejtat e komunitetit maqedonës në shoqërinë tonë multikulturore, shumë gjuhëshe dhe multikonfesionale. Maqedonasit e Shqipërisë i u bashkuan partizanëve shqiptar në luftën e dytë botërore dhe ndihmuan në çlirimin e Shqipërisë nga fashizmi dhe u bën pjesë e rëndësishme e këtij vendi. Prandaj edhe ne, maqedonasit, së bashku me shqiptarët, grekët, vllehët, romët, egjiptianët, serbët, malezezët, bosnjakët, ndihemi si të barabartë mes të barabartëve para kushtetutës dhe ligjeve. Deri tani kemi pasur dhe ka shumë maqedonas në institucionet e shtetit. Unë jam krenar sepse jam deputeti i parë i minoritetit maqedonës në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë në historinë e tij që vjen nga një parti e regjistruar maqedonase. Në bazë të marrëveshjes parasgjedhore të vitit 2017 midis dy partive, Aleanca e Maqedonasve për Integrim Evropian dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim, unë isha i pesti në listën e LSI-s në qarkun e Korçës. I shpreh mirënjohje Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, i cili në vitin 2013 ktheu toponimet maqedonase në Bashkinë e Pustecit dhe 9 fshatrat e saj. Pusteci është një destinacion interesant turistik, i lënë pasdore në këto 28 vite. Ndaj qeveria duhet të investojë në zhvillimin e turizmit, infrastrukturën rrugore, rrjetin e ujësjellsave dhe kanalizimeve, si dhe duhet të ndihmojnë në bashkëpunimin ndërkufitar për zhvillimin e parkut kombëtar Prespa mes Shqipërisë, Greqisë dhe Maqedonisë. Natyrisht, komuniteti maqedonës në Republikën e Shqipërisë nuk janë vetëm maqedonasit në Bashkinë e Pustecit dhe fshati Vrbnik në zonën e Devollit. Maqedonasit në Shqipëri jetojnë në rreth 50 fshatra, përgjatë kufirit shqiptaro-maqedonës, në zonat e Prespës në qarkun e Korçës, Gollobërdës në qarkun e Dibrës, Gorës në qarkun e Kuksit dhe në qytetet e Tiranës, Elbasanit, Durrësit, Korçës, Bilishtit, Pogradecit, Kuksit e tjerë. Të nderuar deputet, maqedonasit në Shqipëri dhe shqiptarët në Maqedoni janë ur bashkëpunimi dhe vëllëzërie në marrëdhëniet shqiptaro-maqedonase mbi parimet themelore të së drejtës ndërkombëtare bazuar në sovranitetin e barabartë. Unë personalisht do jap gjithçka nga vetja ime, së bashku me të gjithë ju, që deri në fund të mandatit të përmbush detyrimet e deputetit të këtij kuvendi dhe do mbaj përgjegjësi përpara sfidave me të cilat do ballafaqohet shoqëria, qytetarët dhe shteti, të gjithë ne së bashku. Faleminderit. Faleminderit, ftoj kolegët që edhe një herë ta përshëndesim me një dorërokitje se e ka për herë të parë zoti Strejkovski që diskuton në Parlamentin Shqiptar.